Opinion nga profesor Feyzullah Berisha. Presidenti Amerikan Donald Trump ka propozuar një projekt ligj historik në Kongresin e SBA-s, i cili mund të prodhojë efekte tronditëse në marrëdhëniet rajonale. Western Balkans Democracy and Prosperity Act nuk është thjesht një dokument politik, është një instrument i fuqishëm që mund të ndryshojë fatin e Kosovës dhe të stabilizojë Ballkanin. Ky ligj vendos një rregull të qartë: SBA-ja nuk do të pranojë asnjë ndryshim kufish mbi baza etnike. Çdo përpjekje për ndarje territoriale ose shkëmbim territoresh mes Kosovës dhe Serbisë do të përballet me kundërshtim të pamëshirshëm amerikan. Efektet që mund të prodhojë kjo janë forcimi i sovranitetit të Kosovës, bllokimi i çdo manipulimi territorial nga Serbia apo aleatët e saj, dërgimi i një sinjali të fortë për stabilitetin rajonal dhe respektimin e kufive. Ligji nxitet fuqimisht drejt njohjes reciproke midis Kosovës dhe Serbisë, duke imponuar një rrugë diplomatike dhe të pakthyeshme për zgjidhjen e mosmarrëveshjeve. Efektet e mundshme janë se do të rritet besueshmëria e marrëveshjeve rajonale, do të sigurohet dialog i qëndrueshëm mes dy shteteve dhe do të zvogëlohet rreziku i krizave të reja politike dhe etnike. Ligji mbështet aspiratat e vendeve të Ballkanit për integrim euroatlantik, duke vendosur Kosovën drejt NATO-s dhe Bashkimit Evropian. Efektet që mund të prodhojë kjo janë përshpejtimi i anëtarësimit në organizata ndërkombëtare, stabilitet dhe zhvillim ekonomik për Kosovën, si dhe forcimi i rolit të SBA-s si garant i paqes dhe sigurisë rajonale. Megjithatë, ligji është ende në fazën e propozuar dhe shqyrtohet në komitetet e Kongresit. Nuk ka datë fikse për votim dhe miratimi varet nga nënshkrimi i presidentit, por mesazhi politik është i qartë: SBA-ja mbështet Kosovën dhe nuk toleron ndryshime kufish. Efektet e mundshme janë mbështetje ndërkombëtare për sovranitetin e Kosovës, stabilitet politik dhe siguri rajonale të garantuara, por edhe presion mbi Serbinë për njohjen direkte të pavarësisë së Kosovës. Ky projekt ligj nuk është thjesht një dokument formal, ai mund të prodhojë efekte reale të qëndrueshme dhe historike për Ballkanin dhe në veçanti për Kosovën, nga forcimi i pozitës ndërkombëtare tek presioni mbi Serbinë dhe perspektivat e integrimit euroatlantik. Ligji i Trumpit mund të konsiderohet një gur themeli për stabilitetin dhe zhvillimin e ardhshëm të rajonit.